Unë jam Allahu, prandaj më njihni. Allahu i lartësuar dhe i madhëruar në një hadith kutsi thot: O bijtë e Ademit, me të vërtet shejtani është armik i qartë për ju, prandaj merreni atë si armik. Veproni për ditën kur do të mlidheni para Allahut grupe dhe do të qëndroni para tij radhë pas radhe. Atë ditë do ta lexoni librin fjalë për fjalë dhe do të pyeteni për gjithçka që keni ditur, fshehurazi dhe haptasi. Pastaj, të devotshmit do të drejtohen drejt xhennetit turma, kurse keqbërësit do të hidhen në xhehenem në zjarr, njëri pas tjetrit. A nuk ju mjafton premtimi dhe paralajmërimi nga Allahu? Unë jam Allahu, prandaj më njihni. Unë jam dhuruesi i mirësive, prandaj më falenderoni. Unë jam falësi i madh, prandaj kërkoni falje për meje. Unë jam ai që duhet synuar, prandaj drejtohuni tek unë. Unë jam i dijshmi për të fshehtat, prandaj kini frikë për meje.